Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. O vat. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jalla i cili na bashkoi në këtë vend, e lut Allahun azza wa jalla ashtu siç na bashkoi sonte na bashkoi në xhenetet e tij. Me lenin Allahut azza wa jalla sonte do të flas për një rrëfim që Allah azza wa jalla ka përmendur në Kur'an, një rrëfim që është i shkurtër, mirë po e përçon një mesazh të madh. Një rrëfim që Allah azza wa jalla ka përmendur disa ajete, mirë po këto ajete janë ajete madhështore që besimtari është mirë që të ndalet, të meditojë, të lexojë, edhe të nxjerrë mësime prej atyre. Unë do t'i përmendi ato, do të flas diçka shkurtimisht rreth tyre, dhe në fund do t'i përmendi edhe dobit që ka mundësi të nxjerremi prej atyre ajeteve. Realisht tregimi është për dy bijtë e Ademit alayhis salam që kanë vepruar një vepër që realisht ka qenë fillimi i betejës mes të keqes edhe mes të mirës, mes të vërtetës edhe mes të kotës. Ka ndodhur një krim i madh që nuk ka ndodhur më herët në tokë, e kanë shpik, e kanë bërë tradit një gjuna prej gjunave të mëdha, ajo ka qenë vrasja, edhe pastaj ka qenë keqardhja, ka ardhur thotë si pasojë e atij gjunohu, edhe me keqardhjen kanë ardhur thotë edhe pasojat e saj. Normalisht pasi që veproi gjunohu, keqardhja më nuk bën dobi. Gjunohu mbetet, pastaj duhet pendimi mirë, por realisht do thotë kthimi i asaj që ka ndodhur më nuk ka mundësi që të ndodhi. E çfarë ndodhi realisht mes atyre dyve, dhe si e përshkroi Allahu subhanahu wa taala tregimin e tyre. Normalisht mesin e asaj që përmendet në këto tregime ka edhe shumë israeliote, do thotë rrëfime ose do thotë lajme prej ehlul kitabit, prej autorëve të librit, edhe normalisht i përmendin shpeshherë dietarët në për librat e tyre në tefsir, e do t'i shohim cilët janë ato, e inshallah me lenin Allah do të mundona shkurtimisht qartë që t'i sqaroj ato. Allahu subhanahu wa taala kur e fillon tregimin thot watlu alehim naba ibnay adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tha thuaj o Muhammed rrëfej atyre rrëfimin e dy bijve të Ademit, ku ata deshën që t'i afronë Allahut nëpërmjet një lëmoshe, e njërit prej tyre u pranoi lëmosha, e tjetrit ju refuzhu. Qala la aktulannak, edhe njëri i tha tjetrit atij që ju pranoi lëmosha, i tha unë do të vras. Tha qal inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ai cili u vra para se të vijë tha me të vërtet Allahu e pranon veprën vetëm për atyre që janë të devotshëm. La in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasitin yadi ilayk li aqtuluk. Tha nëse ti e shtrin dorën për me vrah mua, unë nuk e shtrin dorën për me të vrah ty. Këto ishin fjalët e vallajt i cili u vra. In yakhafu Allahe Rabbel Alamin. Unë ja kam frikën Allahut, Zotit botëve. Inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmike fatakuna min ashabin nar. Wa dhalika jaza'u dhalimin. Tha unë e parapëlqej që ti me marr gjunon ose barrën e gjunait tim dhe barrën e gjunaut tan, edhe pastaj përfundimi të jetë i keq, dhe kështu është përfundimi atyre zullumçarëve, përfundimi i cili do të jetë banor ose do të thotë xhenimin e Allahut azza wa jall. Fa tawat lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu. Vetja e tij, e nefsi i tij e nxiti që ta vras vëllain e tij. Edhe e bëri agjë, e mbyti vëllain e tij, fa asbaha min al-khasirin. Edhe kështu u bë prej atyre që humbën. Fa ba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ard. E pastaj Allahu dërgoi një sorr, një korp në tokë li yurihu kayfa yuwari sawata akhi, që t'ia mësoj atij se si ta varrose vëllain e tij. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab. Fa ai mjeri nuk kam mundësi që të qem edhe sikur se kjo sorr. Fa uvari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin. E të marrë dhe të varrosi vëllain tim, edhe kështu u bë për atyre që ndjen keqalli. Ky është tregimi që Allahu subhanahu wa taala përshkroi Kur'an. Normalisht ky tregim e rrëfen fillimin, nismën e betejës mes të kotës edhe mes vërtetës edhe mes mirës edhe mes keqës, se si gjunau ndikon te njeriu, dhe si gjunau do thot i jep pasojat e veta, idhtësia e gjunaut, keqardhja e gjunaut, dhembja e gjunaut, ngushtimi i gjoksit, shkaku i gjunaut. Gjitha këto janë shkak që i sjell gjunau, e më vonë normalisht vinë edhe dënimet, edhe ndëshkimet, edhe gjurmat e atij gjunau që njeriu e bën. Allahu subhanahu wa taala fillimisht e fillon ashtu siç e përmenda ku thot watlu alehim naba ibnay adam bil haqq. Pa Muhammed rrëfejo të njerëzve. Tregoj aty atyre rastin e dy bijve të Ademit ashtu siç ka ndodhur.
Tregimet e Allahut në Kur'an gjitha janë të vërteta. Edhe Allahu si i përshkruan ashtu ka ndodhur. As nuk ka shumë, as nuk ka pak. Gjitha ashtu siç ka ndodhur, ashtu janë përshkruar. Allahu subhanahu kur e përshkruan tregimin, e përshkruan qartë, bukur, vetëm se ka raste kur tregimet nganjëherë përmenden në disa sure, në disa ajete, nuk janë do të grumbulluar me një vend, hikmeti i Allahut azza wajel, ka rast kur është përmend një tregim me një vend, sikurse rasti i Jusufit alayhis salam. Allahu ka filluar prej fillimit dhe ka përfunduar do thot me një sure. Në disa raste Allahu subhanahu ka përmend disa shembuj prej popujve të mëhershëm ose do thot prej pejgamberëve. Këtë rast, ky rast i cili ka ndodhur, është rast i vjetër, nuk ka mundësi që njeriu ta zbulojë ta shpike vetë për shkak se në pyetje janë dy bijt e Ademit alayhis salam. Kush kanë qenë këta? E realisht a kanë qenë dy bijt e Ademit, do thot fëmijët e tij të parë, direkt, drejt për drejt, do thot, apo kanë qenë ata që kanë ardhur më vonë. Për shkak se ne dimë gjithë që gjithë njerëzve i thuhet Beni Adem, bijt e Ademit alayhis salam. Dietarët i kanë dy mendime. Xhumuri i dietarëve, do shumica e dietarëve atyre që merren me komentin e Kuranit, thonë që qëllimi është për dy bijt e Ademit, do thot dy bijt e tij, ata që kanë qenë do thot prej parëve. E nuk ka të bëjë do thot me gjeneratat që kanë ardhur më vonë. Për shkak se Allahu xheli ka përmend dy bijt e Ademit, nuk ka thonë Beni Adem. Ja Beni Adem e khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah thot o ju bijt e Ademit, vishuni bukur, vishuni mirë kur të filloni me faljen në namazit. Allahu xheli ka përmend këtë rast dy bijt e Ademit. Ton dietar, shumica e dietarëve, siç e përmend Ahmed Shakir rahimullah, thotë që argumentet që kanë ardhur aludojnë do thotë që qëllimi është për dy bijt e Ademit. Përmendet që ka qenë Habil dhe Kabil. Nuk ka argument as Kur'an, as sunetin e pejgamberit sa që ata e kanë pasur emrin kështu. Habil apo Kabil. Këto dy emra janë emra që kanë ardhur me transmetimin e Ahlul Kitabit, do thotë israeliotëve. Sheriati ka një qëndrim ndaj atyre që quhen israeliote. Israeliote janë lajmet që kanë ardhur prej itharëve të librit, në veçanti prej çifutëve. Nëse ata përputhen me Kur'anin pranojnë, nëse ata bien dash me Kur'anin refuzojnë, nëse nuk ka lajm për to që pohohet ose mohohet, qëndrimi është neutral, do thotë as pohon as mohohet. Thuhet shembull që thuhet që ka ndodhur, por nuk vërtetohet saktësisht, për shkak se nuk ka argument. Edhe e njëjta është edhe këtu. Ajo që dihet është janë dy bijt e Ademit, nuk janë prej Beni Israilve. Për shkak se disa kanë thënë që këta dy bijt që ka përmend Allahu xhel, këta dy fëmijë janë prej Beni Israilve. Nëse thuhet që janë prej Beni Israilve, atëherë është një meselë interesante. Se biri i Ademit, i cili e ka bërë këtë gjuna, ai e ka bërë qysh herët, e ka shpik i pari vrasjen. Secili, siç e ka përmend pejgamberi, i cili vret dikën me padrejtësi, ka me marr hise, ai i cili ka vrarë i pari prej gjithë atyre vrasjeve. Parandoj tash, lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, sa luftra janë bërë, edhe ka pas vrasje me padrejtësi, ai e merr hisën e atij gjunosi hisën e gjakut atij që është vrarë. Nëse kështu ka ndodhur, do thotë që prej Ademit alayhis salam e deri te Beni Israil nuk ka pas vrasje. Ka pas do të thjesht këtë kanë jetuar në paqe pas një lloj vrasje. Edhe e dyta është çështja e varrimit, se ka ndodhur në fillim, mos me pas ndodhur në fillim, kjo bie që prej fillimit deri në kohën e Beni Israilve nuk kanë disë si me varros të vdekur. Kjo do thotë që tregon që nuk është e vërtetë që ata kanë qenë prej Beni Israilve, por realisht janë dy bijt e Ademit alayhis salam, do thotë bijt e parë të Ademit alayhis salam. Allahu thotë do thotë tregojë Muhammed rastin e tyre ashtu siç ka ndodhur, pa asnjë lloj shtim, asnjë lloj paksimi. Për shkak se ky është tregim që ka ndodhur, nuk lejohet shtimi dhe nuk lejohet paksimi. Për shkak se është tregim që prej tij merret mësim, edhe është prej shpatjes. Allahu xhel thotë fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ata dy dëshironin që të flijonin disha për Allahun azza wa xhel. Flijimi i tyre nuk është përmend Kur'an se çka është. Qëllimi është kurban, nuk është qëllimi i kurbanit, na shka mendojmë që therrët dele për vetë ose për një vdekur pavarësisht asaj. Kurbani kupton qëllimi është një vepër e cila ta afron te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe i thuhet kurbanit na që e therrin për shkak se nëpërmjet therrjes, nëpërmjet atij kurbani ose do thotë nëpërmjet se dele ose pavarësisht çka është, mundohesh ti më ofru Allahut azza wa taala. Këta dy secili ka dashur me fliju diçka për Allahun. Edhe kanë dhënë sadaka. Sadakaja e njëri tash pranu, sadakaja e tjetrit nuk ka pranu. Ktu ka filluar reagimi më një herë. Reagimi i atij i cili të cilët i është refuzu kurbani. E ka shfaq xhelozin, sepse vallajt më pranu e mu mos më pranu. Ktu ka filluar problemi. Ktu është piknisja e problemit, hasedi, zilia, xhelozia. Zilia është një prej smundjeve që
që shkatron njeriu, edhe e nxit ka e keqja, e nxit për mendim të keq, edhe e nxit për vepër të keqe, edhe e nxit për shkatrim, edhe e nxit do thot për me bë çrregullira në për tokë. Kështu ka qenë fillimi, e kanë marrë edhe më vonë edhe qerë bitë Ademi, do thot më vonë e kanë vazhdu këtë traditë, që normalisht është traditë edhe vepër shumë e keqe. E thot, momentin që e ka po që është pranu vëllajt, edhe ati jo, ka thonë, le ektulen, ka thonë, unë do të vrasë. Mirë po vëllaj i ti, normalisht në ato momente, kur ja ka thonë ato fjallë, qëfar i ka thonë? Ja ka thonë disa fjallë të meshme. I ka thonë, shiko vëllaj vjem, innema yataqabbalullahu minal muttaqin. Allahu pranon veç prej atij që është i devotshëm. Do thotë që problemi është e ti, nuk është problemi të une. Pse Allah Zotë Gjellë mu ma ka pranu një vepër, edhe ty nuk ta ka pranu, nuk është problemi të une, unë nuk jam fajtor, unë nuk jam penges. Pengesa është kush? Devotshmëria jote. Ti nuk je i devotshëm. E për me ta pranu Allahu qatë vepër, ti banoj devotshëm. Nëse bëhesh ti i devotshëm, Allahu ta pranon veprën. E kështu ja ka qartësu qartë problemin ku e kaj. Do thotë që ti ke probleme. Raporti jot me Allah nuk është i mirë. Edhe për më përmirësu raporti jot, atëherë duhesh ti me qenë më i devotshëm. Nëse bëhesh ti më i devotshëm, Allah e pranon veprën tënde. Çka të kam fajone? Pse më mbro mua? Mirë po xhelozia, hasedi, ka ndikuar te ai, do thotë që ti verbron syt edhe ta bëja vepër që ka bë. Amir ibn Abdullah çonte momentin e agonisë së vdekjes atij dhe i tham pse po çon o Amir? Ti ke punu dhe ke bë. Po, kam bë. Mirë po tha unë e dëgjoj ajetin ku thot Allah innema yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah pranon veç për të devotshëm. Do thot ti e ke bë, ama pyet që vepra jote a pranohet apo jo. Për shkak se ti nuk e di, njëjtë jota ka qenë sinqert, krejtësisht, a e ke bën për Allahun, a ka pas diçka prej syfasisë ta ti nuk e di. Prandaj për me ditën duhesh me ditë a pranohet vepra jote, ti këtë nuk e di veç Allahu. E atëherë si garanton ti që vepra jote është pranuar? Ti jeton mes frikës dhe me shpresës. Prandaj është gabim që njeriu të mendojë që çdo vepër e tij e cila është punuar do të pranohet te Allahu subhanahu. Sepse veprat në përgjithësi duhet me qenë njeriu mes frikës dhe me shpresës. A pranohet vepra apo jo? Edhe do thot me pas shpresë se vepra jote ekziston mundësia që mendimi është që pranohet te Allahu subhanahu dhe shef te Allahu subhanahu. Selefët disa prej parëve ton, ata thoshin, kisha pas dëshirë që ta di veç një sejdë ma ka pranuar Allahu. Veç një. Pse se nëse e di që Allah ma ka pranuar një sejdë, unë e di që jam prej të devotshmëve. E kjo është ai fiku, ai kuptimi i dinit të Allahut azza wa jall. Jo më mbur me vepra. Edhe jo dikujt më apo çefin me vepra. Jo. Nganjëherë ne i përmendim disa raste për nxitje, për stimulim, ama jo që realisht ne dimi se Allah ja ka pranuar atij dhe ai ka shkuar te Allahu si xhenetli. Jo. Ne nuk e kemi atë drejt. Ne shpresojmë. E kemi mendimin e mirë, shpresojmë që Allahu subhanahu ja ka pranuar dhe shpresojmë që të jetë prej banorëve xhenetit të Allahu xhel mirë, po njëkohësisht ne nuk e dimi a janë pranuar ato apo jo. Pastaj Allahu subhanahu e tregon rastin e atij që është bë padrejtësi, si ka qenë reagimi i tij në ato momente. Thot la in basata ilayya yadaka. Nëse ti o vëllai e shtrin dorën për me vrar. Ti e ke mendjen, edhe e shtrin dorën për me vrar, ma ana bi basitin yadi. Ka thonë, unë nuk e shtri dorën për me vrati. Inni e khafu Allahe Rabbel Alemin. Unë e kam frikën Allahu Zotit botave. S'ka mundësi, ti do me bo padrejtësi, tamam, nuk është problem. Ama unë nuk baj padrejtësi. Mirë, a nuk ka pas ky fuqi për më mbrojt? A e ka pas gabim që nuk është mbrojt? Edhe pse nuk është mbrojt ky njeri? Dietar thonë, e para është se ky person e ka dëgju fjalën e vllavit tij. Mirë pa nuk ka bërë dëni gjes, dëni reagim që ky me mendu që ka marrë hof, që të niset drejt atij edhe ta vrasë. Fjalën e ka ditë, e ka po që e ka si synim. Mirë po megjithatë nuk ka marrë diçka. Disa thonë që kur e ka mbyt duke fjet. Ka qenë gjumë, e ka marrë gurin e tij dhe i ka ra kokës, ja ka shtyp kokën e tij dhe ka ndrujet, nuk e ka pas mundësinë për me u mbrojt. Mirë. Dietar thon kështu. Thonë nëse dikush do për me të vra, edhe të sulmon, si duhesh ti që të sillesh kundrejt atij. Dietar thon qëllimi është që ti mos me ungut me vepru si kur saj. Po duhet normalisht me i morë masat para prake, si para mbëroj. Shembull, nëse ka hyrë shembull një vjes ose diçka të ngjashme me ta dhe nuk kije mundësi. Normal që ti ke tash elhamdulillah jam mundësi tash siguria është policia mundesh me thirr për me të ardh, për me marr ose me largu ose me të mbrojt. Kjo është e parë. E dyta, e merr mundësinë më të lehtë që ka mundësi për me reagu. Shembull, eurozon, eronon, do thot për tokë, e shtrin për tokë, ja merr armën e kështu me radhë, që mos vije puna deri te vrasja për shkak se vrasja është krim. Nëse ka mundësi veç me lëndu, e lëndon.
Nëse kjo është mundësia që të lëndohet të largohet ai, e bën këtë. Nëse nuk ka zgjidhje tjetër, edhe jeta jote është rrezik, s'ka as polici, nuk ke mbrojtje, nuk e ke askënd. Edhe nuk do thotë realisht është vrasje, edhe për me mbrojt veten, atë normalisht reagon edhe ti sikur se ai që reagon. Mirë po një grup i dietarëve që thonë, ka mundësi që njeriu edhe ta dorëzojë veten. E dorëzon. Në të mbyshe, kaderi Allahut. Caktimi të Allahut s'ka mundësi për mik. Apo, nëse është kader për me vra, do të vrasë. Nëse është kader me mbyt, ka me mbyt. Nëse është kader për me mbyt gjallë, do jesë gjallë. Argumente morin fjalën rastin Othmanit realisht. Othmani radiallahu anhu është dorëzu. Othmani ka qenë khalife. Mirë po megjithatë edhe pse e kanë rrethakuar, Othmani nuk ka kërkuar ndihmë prej sahabëve. Sahabët kanë dashur që të reagojnë. Mirë po Othmani e ka ditë që çdo reagim ka me shkaktu kundër reagim dhe ka me shkaktu fitnë në mesin e muslimanëve. Edhe Othmani është dorëzu. Prandaj thonë dietar. Një grup i tyre thonë lejohet me u dorëzu. Nëse të vret, ai e merr gjunon e tij. Madje marrin hadithe të tjera ku pejgamberi sa e ka përmend në rastin e fitneve. Në rastin e fitneve kur ndodhin vëllavrasjet edhe kur ndodhin problemet mes muslimanëve, në kësi raste, atëherë ka thonë, do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kun Abdullahi al-Maqtul, ta bëhu rob i Allahut i vrar, edhe mos u bëj rob i Allahut vrasës. Madje Abu Dherrin e këshilloi që edhe ta marrë, do thotë edhe shkopin prej realisht shpata, qëllimi prej drunit, qëllimi është do thotë mos nxitoje në vrasje nëse vjen dikush për me vra. Qëllimi është mos nxitoje për me vra, leti dorëzohet e pastaj ndodh ajo që ka ndodhur për shkak se barra e gjunaut që merret është shumë e madhe. Nëse dikush e merr gjunon, le ta marrë ai i cili vret e jo unë i cili vritem. E më e mira është kështu. Ata e definojnë kështu, do thotë i kanë këto dy mendime që normalisht do thotë janë mendimet që trajtohen apo librat e fekut, kryesoria kështu ka vepruar thuhet edhe i biri i Ademit. E ka pa edhe prandaj ka këshillu vëllain e tij. Prandaj pejgamberi sa për sa i përket do thotë rrezikut e ka përmend edhe ka thonë nëse dy muslimanë ballafaqojnë njëri me tjetrin me armë, edhe vrasja dhe i vrari janë xhenem, i thanë ja Rasulullah, po mirë, tamam vrasi, po i vrari, tha edhe ai e ka pas synimin ta vrojë vëllain e tij. Nëse dy nisen edhe qëllimin e ka që ta vrojë njëri tjetrin, atëherë tu ditë marrin gjunon. E andaj duhet me pas njëri kujdes kur ashim pyetje kjo çështje, për shkak se nuk është lojë. Allah subhanahu thot pastaj inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik, tha unë para pëlqej që mos ta marr barrën e gjunat tim dhe gjunaj tan. Barrën e gjunaj tim, barrën e vrasjes sime. Edhe plus asaj ti ke gjunat e tua. Ti me vëllai më me veti këtë. A doshte me vram, nuk ka problem. Mirë, po unë nuk e shtri dorën për me vra. Për shkak se unë nuk e kam ndërmend që nesër t'jap llogari për Allahut. Se edhe ki dënimin gjunojnë e ki në dunjë, plus ndëshkimi Allahut në dunjë, ngushtimi në gjoks, pasoja, çrregullimi, keqardhja, gjitha ato, edhe plus asojnë edhe në ahiret, që normalisht i vrari kur do dale para Allahut, ka me marr hak prej atij që e ka vra. E kret gjunat që i ka, nëse ai nuk ka të mira jep atij. Përndryshe ja merr gjunat atij, e mbush veten me shpërblime kurse ai mbetet i varfër pa asnjë të mirë. Thot Allahu fatawat lahu nafsu. Ai nuk e kuptoi, edhe nuk deshi ta kuptoi. Zilia ja verbroi syt, ta nefsi i tij e çoi për me vra vëllain e tij. Mori guximin e theu ligjin e Allahut. I dha përparësi nefsit tij, edhe kështu tha shkoi e vroi vëllain e tij, tha Allahu fa qatalu fa asbaha min al-khasirin. E mbyti edhe kështu tha u bën prej atyre të cilët janë të humbur. Pejgamberi sa më tha nuk vret njeri padrejtisht, vetë se i biri Ademit, do thot i pari, ai i cili e ka shpik këtë krim, e ka hise në gjakun e atij që është vra padrejtisht. Deri ditën e Kiametit. Paramendoj ti tash, deri ditën e Kiametit, ai e merr gjunon e gjithë atyre që janë padrejtisht. Sa luftrat, sa vrasjet kolektive, sa vrasjet shoqërore, sa vrasjet individuale, e sa vrasjet ndodhin në dunjë, ai ka hise prej atij gjaku. E pasi që e vrau, u pendu, ngjeu keqardhje. Ishte problemi tash se trupi i tij mbeti, nuk dinte çka të bëjë. E Allahu ja çoi një sorr, e cila groponte në tokë. E gropoi tokën, thot Allah fe bath Allahu guraben yabthu fil ard.
ka shku ka gropu. Thuhet që sora realisht ajo gropon gjërat i fut, do thotë e çel gropën edhe e shtjell dhe pastaj e mbulon. Thuhet që ka qenë një sorë tjetër e cila ka pas zëng, do thotë njëra me qetë ose ka vdek, ka ngordh edhe pastaj do thotë e ka marr e ka varros. Thotë li yurihu kayfa yuwari sawat akhi, që të marrë ta shohë se si ta mbuloje trupin e vllajt ti. Trupi i të vdekurit është avret. Për këtë arsye dhe mbulohet. Nuk lihet i pambulum. Lejohet më shpalos veç shtyra, do thot me qëllim që t'i puthet balli, për shkak se lejohet kjo. Nëse dikush do me pa të vdekurin, dhe lejohet do thot për me put, nuk ka problem. Mirë po realisht ai mbulohet, pastaj mbulohet. Edhe kur futet në varr, nuk preferohet ose nuk ban për me marr me shpalos ftyrën atij, por rri mbulum krejtësisht. Nëse dëshiron dikush për me shpalos, për me pa, për herën e fundit dhe me put, nuk ka problem. Mirë po do thot pastaj mbulohet edhe pastaj do thot mbulohet me dhe, për shkak se trupi i të vdekurit është avret. Edhe kështu ky djalë i cili e vrojti vëllain e tij nuk dinte çka të bëjë me trupin e vëllait të tij. E Allahu subhanahu ja mundsoi për me pa se si duhet me punu. Ky është krimi i parë, krimi i madh i cili ndodhi në atë periudhë, nuk ishte i vogël. Për shkak se ky krim ka qenë krim i rënd, nuk ka qenë i njohur më herët te bita e Ademit. Nuk ka qenë i njohur. Ky është i pari i cili e ka shpik edhe pastaj ka ndodhur do thotë edhe ato tjera ma vonë që ka ndodhur. Dhe nuk ka problem që njeriu të marrë mësim prej kafshëve, për shkak se ky është mësim që njeriu nganjëherë mëson prej kafshëve, mëson shumë gjëra. Madje disa prej dietarëve kanë edhe mësime rreth për sa i përket edhe milingonës, se si funksionon, si punon bota e tyre, si ata angazhohen për njëri tjetrin, si sakrifikojnë, si nganjëherë edhe paralajmërojnë rrezikun. Gjitha këto nëse i merr analizon pak mirë, ti më marr mi përcjell te ummeti jot, te populli jot, te xhamati jot, me lenin Allah ka me pas shumë hajër dhe ka shumë me pas shumë bereqet. Sidoqoftë, Allah zotë thot e dërgoi atë korb ose atë çorr për me pa dhe ai mori mësim. E pastaj tha ja vejleta e ajastën e kune mithle hadha al-qurab. Tha ai meriun, nuk kam mundësi që të jem sikur se kjo sorr ose ky korb as çaç. Nuk jam gjendje që me ditën për me marr me varros vëllain tim. E ka pa veten se kua. Për shkak se njëri është ma me vlerë se sa ky korb. Megjithatë nuk ka ditë. Edhe pastaj tha Allahu xhel që ai pastaj tha u pendu, mirë po keqardhja normalisht nuk ka pas mundësi për me kthyen vëllain e tij. Ajo që ka ndodhur, më ka ndodhur. Edhe kjo ka qenë nisma, siç thash, e luftës e betejës mes të vërtetës dhe mes të kotës, edhe mes të mirës, edhe mes të keqës, edhe pastaj normalisht ka qenë edhe krimi, idhësia e krimit, gjunohu, gjithë ato pasojë që ka marrë njeriu në dunjë, e mos flasim për në ahiret ajo që e pret. Pastaj thot Allahu min ajli dhalika katabna ala bani Israil. Thot për shkak kësaj, ta ne ja kemi caktuar, kemi tregu bani Israilve, ennehu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Fa kemi tregu atyre. Edhe kjo vlen për krejt ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e Kiametit. Por çdo njeri për njerëzve, se kush e vret një njeri padrejtisht, i cili nuk ka bë asnjë lloj krimi në tokë, edhe vret padrejtisht ashtu sikur se pas vret krejt njerëzimin. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a. Nëse e ngjall njërin, ashtu sikur se mi pas ngjall krejt njerëzimin. Nëse dikush vret padrejtisht ose bie shkak për me vrarë, ashtu sikur se mi pas vrarë krejt njerëzimin. Kurse ai i cili mundohet për me ngjall, edhe për me shpëtu, është sikur se me pas shpëtu krejt njerëzimin. Andaj ata mjek që punojnë për ndihmat e shpejta, ata që punojnë për emergjenca. Edhe zakonisht kur jepet ndihma e parë, e shpejt, edhe ndikojnë që njeriu të kthjellet, edhe të kthehet vetdia ose jeta, ose realisht jeta ai nuk ka mundësi për me dhënë për me marr, po është Allahu, po është kader për me jetu, mirë po mjeku bie sebeb, ai përfshihet thonë ulemat në këto ajete. Për shkak se ai mundohet për me kthy ose me ngjall një jetë. E ai cili mundohet me ngjall një jetë, është sikur se me pas ngjall do thot krejt njerëzimin. Për ndryshe ai cili vret padrejtisht është sikur se me pas vrarë krejt njerëzimin. Çka përfitohet do thot prej këtij mësimi? Aja që e përmenda e para është ai cili beson Allah dhe ditës Kiametit e kupton mirë këtë realitet. Se vrasja si krim është krim i rënd, është gjuna prej gjunave të mëdha. Madje shkatrimi i tokës është më i lehtë se sa krimi i vrasjes. Madje shenjtëria e njeriu është më e madhe se sa shenjtëria e qapës. Qapën që ne gjithë e duam. Edhe mundohemi do thotë që të shkojmë atje. Shenjtëria e njeriu është më e lartë, më e madhe te Allahu se sa shenjtëria e qapës. Toka, rënimi, shkatrimi i tokës është më e lehtë te Allahu se sa vrasja e dikujt padrejtisht. Prandaj Allahu xhel e ka sjell parandalime
që mos vije deri tek i krym. Pejgamberi sa tha me hadith, tha askush të mos i drejtoj vëllait të tij armën. Askush me marr, me drejtu. Për shkak se si dihet, shejtani ka mundësi me nxit, me prek gishtin e tij edhe me vra vëllain e tij. E kjo të bie shkak që ai pastaj të futet në humnerën e zjarmit të xhenimit. Nuk është loj, nuk ka tallje. Me një hadith tjetër tha pejgamberi sa mos ja drejtoj vëllait hekurin sepse me laqet e mallkojnat. Hekurin do thotë është o thikën, o një hekër që me tash rrezik që të vritet, o dhe makinën ka dener, veturën, kur e marrmi do të drejtojmë, kinë se loj, edhe kjo nuk lejohet, është haram. Është haram, për shkak se kur nuk e di çka ka mundësi me ndodh. Në çato momente nuk funksionon kjo. S'ka mundësi me nol. Edhe çka ndodh e vret. Pastaj vallai nuk dosha, ti nuk deshte, ama ndodhi. A ka mundësi mu kthy? Nuk kthehet. A e ka pos kader? Kader e ka pos, ama ti ke rose bero. Kush e merr gjunon, ti e merr gjunon. E andaj duhet me pas kujdes. Çështja e dytë, prej mësimit, çka e mormi, është çështja do thotë e shëmtirës që e ka hasedi. Hasedi është shëmtir, është e keqe. Haseda kur njeriu nuk ja do vëllait të tij një të mirë që Allah subhanahu wa ka dhënë. Allah e ka dhënë, ti nuk e do. Allah ka dash, ti nuk do. Nuk e kënaqur me caktimin. Allah edhe nuk do që e me pas. Ti kënaqesh kur ati i heket, kurse një shumë keq kur ai e posedon. Pejgamberi sa më ka thonë që ju ka prek juve sëmundja e popëve të mëhershëm. E që është hasedi edhe armiqësia. Ka thonë pejgamberi që ajo është ruajtëse. Ka thonë nuk po them që ajo i ruan flokët, po ajo u arruan dinin. U aprish fen. Hasedi ta prish fen. Ta shkatron zemrën, ta prish gjoksin edhe ta prish fen. Për shkak se çon në krim, çon gjuna, çon sehr. Gjithra i ban se zilia ti verbron syt. E problemi sot mesin e muslimanëve, ku është pikërisht e zilia. Për shkak se zilia shkatron, prish, ban fesat. Edhe plus asoj në mundo që njëri pastaj të arqetoj veprimin e tij. Ti mundesh ndoshta me arqetu para dikujt, po para Allahut jo. Nuk ka shans, nuk ka mundësi. E kjo tregon që kjo smundja është rrezikshme. Nëse e prek zemrën, e prish edhe shkatron. Po ashtu, prej mësimeve tjera është rëndësia e afrimit te Allahu subhanahu wa taala. Njeriu afrohet te Allahu subhanahu wa taala me diçka që Allahu e do. Nëse Allahu do, atëherë mundohet që të afrohet te Allahu subhanahu wa taala me atë vepër që Allahu subhanahu wa taala do thotë. E do, i afrohesh Allahut mirë, po njëkohësisht ke frikë se Allahu subhanahu wa taala ata ka pranuar apo jo. Na shpesh e lavdrojmë, po. Unë e kam bë, edhe unë e kam punu, edhe unë, ma për shkan. Për shka? Për emën, sa problem emnin ta shkym ku dush. Për mbjemën edhe mbjemën. Gjitha ti bojmë, nuk është problem. Mirë po, është pranu te Allahu subhanahu wa taala. E të parë tonë e kanë pas këtë frikë. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala, "Yutuna ma atu wa qulubuhum wajila." Ata japin që ne u kemi dhënë. Ata japin sadaka, japin lëmoshën, që ne u kemi dhënë pasurinë, që pasuria është Allahut. Mirë po, ndërkohë ata kanë frikë se nuk e din, ai pranohet apo nuk i pranohet. Namazin e bën, po nuk di ta pranohet. E jep sadakon, nuk di ta pranohet. E ke kryozin, nuk di ta shpranu. Ti normalisht e ke bindjen e mirë, ama megjithatë ke edhe një frikë brenda vete. Nuk është sigurt që ti më mund më gëzu ose dikan me përgëzu, se nuk ke këti drejt me mund me përgëzu dikan me xhenet ose që vepra e tij është pranu, për shkak se ti nuk ke kuni lloj argumenti. Po ashtu, prej asaj na do të thotë që njeriu nëse nuk ka mundësi për me mrit deri dikun, nuk kupton që mi bë dëm dikujt për shkak se kurkush nuk ka faj. Faj realisht mund të më kon vetë te ti. Për më të pranuar ajo, duhet normalisht që ti me pas raportin tan të mirë me Zotin tan. Po ashtu, tabiatet e njerëzve nuk janë njëjta. Kjo është një prej mësimeve. Tabiatet ndrojnë. Ka tabiat i cili është armiqësor, ka tabiat i cili është pasor, ka tabiat i cili është gjys në varret. Po njeriu do thotë dallon, tabiatet dallojnë. Prandaj mos kërkoj prej secilit me qenë i njëjtë, që nuk ka mundësi. Edhe njeriu kur i trajton qetet, kur sillet me ta, sillet sipas tabiatit që e ka. E durimi këtu është ai i cili duhet me dalë në pad, shesh, se ndryshe nuk funksionon. Ai i cili është armiqësor, të armiqson edhe çon edhe të ofendon, krahasimi me atij i cili është pasor me ta mundesh më lehtë me diskutuar dhe me fol. Ama ka njerëz lloj-lloj. Prandaj mos kërko me qenë gjithë njëjtë, sepse njerëzit realisht dallojnë tipare dhe dallojnë do thotë karakteristika. Po ashtu për mësimeve tjera është që ka mundësi do thotë që njeriu nëse baba i tij është i mirë, fëmijët e tij mos veçin i mirë. Ademi selam ka qenë pejgamberi Allahut azza wa jalla, dhe ky ka qenë djalë i mirë po megjithatë ka ndryshuar. Krimi e ka shkatruar, edhe pse mavuna është pendu, po megjithatë mundet me dal. E vladi del. Ti sado që mundosh, sado që edukon, edukata
Realisht është në dorën e Allahut azza wa xal. Allahu cilin do uzon, cilin do Allah azza wa xal e devijon. Andaj duhesh me pas kujdes. Edhe duhesh një mbështet Allahut azza wa xal plotësisht, nëse nuk ka mundësi edukata jote dhe mënyra jote edukimit me ndiku te ai, lutë Allahut azza wa xal. O Zot, udhëzoje. O Zot, për mirë asoje. Allahu udhëzon, nuk e di kur. Rahmeti Allahut është i madh. Edhe Allah azza wa xal udhëzon atë që dëshiron. Po ashtu, ajo që është mësimeve që mundet me marr prej këtyre ajeteve është rëndësia e takvallokut dhe devotshmërisë, se ai i cili është i devotshëm, Allah e pranon veprat e tij. Devotshmëria është arsyeja, shkaku kryesor, një prej shkaqeve kryesore që Allah subhanahu wa taala i fut në xhenet robët e tij. Kur e pyetëm për se cila vepër i fut në xhenet, ta takvalloku edhe morali i mirë. Po ashtu, për mësimit mundemi që të marrëmi prej këtyre ajeteve me marrë mësim që ai i cili do thotë ban krim, jeton një jetë tënd shpirtërore, nuk e ka lehtë. Mos mendoni që kriminali ka lehtësinë shpirt, jo. Allah subhanahu wa taala nuk ja mundson me ngjet kënaqësi që ndjen dikush i cili nuk është i tillë. Kriminali ka ngushtim shpirt, ai ka rregullime shpirtërore, edhe ka rregullime edhe psiqike, edhe normalisht ndikon te ai gjuno, sikur se ndikon te secili prej neve. Gjuno dhe pasojat e gjunot ndikojnë. Gjithë ato lojnë gjurmë, edhe njëri i merr me vete, edhe i shef. Ta largon lumturinë, ta largon kënaqësinë, ti shkakton belat, mande disa prej selefëve thoshin se ai i cili ose kur kanë bërë gjuna e kanë po te gruaja ime dhe te kafsha ime se nuk më kanë respektu. Ka dhënë edhe mos respekti i gruas, rebelimi i gruas, është arsye e gjunave tua. Ti ban gjuna, gruaja nuk të respekton. Ti ban gjuna, kafsha jote nuk të respekton. Kerrit priçet në stoprim majstor. Pse se pas ka problem do thotë diçka, ka mundsi, mos u çudit, do thotë na janë sebeb gjunat e tua. Allah subhanahu dëshiron me të pastru. Edhe kjo është një për arsyeve. Mos u çudit, gruaja nuk të respekton, do thotë dihet që problemi na është te ti. Po ashtu do thotë prej mësimeve tjera që ka mundësi me marr, është do thotë që medhebi do thotë ai rruga e birit të Ademit i pari i cili ka qenë do thotë në shpikjen e vrasjes kalon shumë gjurmë këqija, do thotë njerëzim derisa do thotë ma vonë e përmenda që ka ndodhur shumë musibete, shumë fatkeqësi. Edhe përfundoi thashë ka shumë israeliate kur është pyetje ky tregim. Çështja e parë është emri Habil dhe Kabil nuk janë përmend Kur'an, edhe nuk janë përmend Sunet. Nuk dihet sakt. Mundi me thonë ndoshta. Mirë po me marr me saktësu, me vërtetu jo, askush nuk mundet. Po ashtu, edhe pse përmendin ulemat, edhe pse përmendin historian, mirë po nuk ka emër Habil dhe Kabil as Kur'an as Sunet. Çështja tjetër është përmendet që zënka mes tyre ka qenë shkaku i martesës grave. Njëri ka dosht njërën, tjetri ka dosht tjetrën, ai nuk ka dosh ta martuje këtë tjetrën, edhe kështu ka ndodhur, nuk ka argument pse ka ndodhur problemi. Çështja tjetër, ajo që dihet është do thotë sadakaja. Çështja tjetër është ai kurban, ai sadaka. Disa kanë përmend kanë thonë që janë shkaku i disa kafshëve që i kanë vendosur sadaka, disa kanë thonë që janë drithra, nuk ka argumente për këtë. Ajo që dihet është ka pas diçka një lloj sadakaje që kanë dashur me fleju, tjetër se diçka nuk përmendet. Forma se si e ka pranuar Allahu, përmendet që në popujt e mërshëm Allah Zotëri ka dërguar zjarr prej lart poshtë. Edhe atë që e ka gjegën, ajo ka qenë argument se sadakaja e tij, lëmosha e tij, kurbani i tij është pranuar. Nëse nuk e ka gjegë ka mbet, po për këtë nuk ka argument. Nuk dihet. Këto përmenden apo libra, mirë po mundet me thonën vetë do thot është thon, është përmend, po nuk dihet sakt. Atë që di është Allahu i vetmi. Ajo që ka ndodhur ne, atë që e flasim është thjesht prej Kuranit dhe prej Sunetit, nuk kemi drejta që shtojmë ose të paksojmë diçka rreth asaj. Kjo ishte do thotë shkurtimisht rreth këtij tregimi, lutem Allahun subhanehu që Allahu subhanehu na mëshirohet na fal. E lutem Allahun që zëlin ta largoj prej zemrave tona dhe e lutem Allahun që zemrat tona të qetësojë. Edhe të bëhet kënaqshëm me caktimin e Allahut subhanehu dhe lutem Allahun që dora jon asnjëherë mos ta bëjë këtë krim. Edhe lutem Allahun që të na ruaj prej këtij krimi dhe lutem Allahun që çdo musliman dhe muslimane të ruajë nga sherrri i këtij krimi. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.